Egli Tako vazhdon të jetë njëra nga banorët më të përfolura në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, ku kohës së fundit është dhe më e ndjekura në rrjetet sociale. Pjesëmarrja e saj në këtë reality show ka bërë që të komentohet edhe lidhja e saj me mëparshme me Olci Bylykun, ku ish çifti kanë bashkëjetuar për disa vite. Por diçka ka ndodhur ditën e djeshme. Olci Bylyku kishte publikuar disa sekuenca nga kënga e re, të cilët ndjekësit janë shprehur se është dedikim për Eglin. Shumë nga fancat kanë menduar se Olci po përfiton nga kjo situatë, duke krijuar tekste që me sa duket kanë të bëjnë me historinë e tyre të mëparshme. Ju si mendoni, është ky një dedikim i Olcit për Eglin? Nëse mendoni kështu, lini komentin tuaj poshtë videos. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.